Shpërtimi i telekomanduar në objektin 5-4 përgjat bulevardit dhe puna një mujore e bashkisë tashmë i ka sjellë qytetarëve një hapësirë të lirë frymarrjeje, e cila do të rikthehet në identitet pas rehabilitimit të saj të plot. Asnjë objekt shumë nuk lulëzon tashmë në ish-lulishten e Treracave. Pas shëmbjet të objektit 5-4, i cili ishte ndërtuar pikërisht në këtë zonë, u desh rreth një muaj punë për ta sjellë pikërisht zonën në këtë gjendje. Për të ishur inertet, ndërsa pastrimi do të vijojë ende. Sa kaq, autoritetet bashkiake bëjnë me dije se pikërisht kjo hapësirë publike do t'i rikthehet qytetarëve, ashtu sikurse ajo ka qenë dikur në një hapësirë të gjelbër që do të rikthejë traditën e lulishtes së Treracave. Tashmë një hapësirë e konsiderueshme është duke u pastruar nga inertet, por Bashkia e Vlorës konfirmon se kërkohet punë edhe për mbylljen e themeleve të dikurshme të pallatit, përpara se kjo hapësirë të jetë e aksesueshme dhe t'ju kthehet zonave të gjelbëruara të qytetit. Edhe për qytetarët, të cilët shohin me vëmendje dhe kurreshtje turinë e punimeve, kthimi i hapësirës në lulishte është iniciativë të jetë pozitive. Kjo ka qenë lulishte vjetër, lulishte parë. Lulishte më e mirë bile në këto. Ku bini poshtë Vlorës skeltyrimisht, që bëmë, nga uzu fryma, beton e vetë nga do kërrullosh. Ajo do bënet aqë më mirë, fare se do është kishë në filluar që ta ndërtojnë në ashtu palatet të lata, dhe një tjetër këtu, edhe do ishë prezulluar gjithë kjo. Kjo ka qenë dhe më përpara, ka qenë lulishte. E mirë, trekojnë unë kam 2 vjetë, bile një vit e gjisëm kam, bile si kam unë shakoma dhe një vit e gjisëm. Kam pak muaj kam, që kam ardhë këtu. Edhe mordim vesh për këtë që do prishej. Ishe pa parë, u ke shpetur dhe në këta zanacit që punojnë këtu, që dhe u kam qenë punuar në SMT, para shumë vite në atë kohë. Edhe marri vesh e u thash që pse do prishet, po do prishet thot se do bëne lulishte, se ka qenë kundra vajtje do të thot gjë pa leje. Edhe në këto gjëra, kjo do bënet e shkëllqyer thonë të tërë. Lulishtja e Treracave ka qenë një prej ambienteve më të mëdha të gjelbëruara në qytet, e cila pas viteve 90 u kioskëzua, ndërtua dhe tjetërsua.